Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se po hyn në çerekun e dytë të vitit të 5 të mandatit të tij, ndërsa institucionet e reja ende nuk janë konstituar pas zgjedhjeve të fundit. Ai ka theksuar se ndryshe nga praktika demokratike, opozita në Kosovë nuk po përpiqet të shkurtojë mandatin e qeverisë, por përkundrazi po e zgjat atë. Kurti tha se nuk ka një shpjegim të qartë për këtë zgjedhje institucionale dhe ka cilësuar situatën si të pakuptueshme. Ai theksoi se sa më shpejt që të konstitutohet kuvendi me votim të fshehtë për kryesinë, aq më shpejt do të mund të formohet edhe qeveria e re. Ju e dini që kam hyrë në çerekun e dytë të vitit të 5 të mandatit tim të plot. Çdo opozitë demokratike përpiqet ta shkurtojë mandatin e qeverisë. Përjashtim bën opozita kosovare, e cila siç jeni dëshmitar të gjithë ju, po e zgjat mandatin e qeverisë AK. Dikush madje mund të mendojë se kemi marrëveshje, pra se ne si qeveri në detyrë kemi ndonjë marrëveshje me opozitën aktuale për të qëndruar sa më gjatë në pushtet, por ju siguroj që kjo nuk është e vërtetë. Nuk kam një shpjegim për këtë situatë, nëpër të cilën po të kalojnë institucionet e Kosovës. Sipas nenit 31 të ligjit për qeverinë, ne kemi më pak kompetenca si qeveri në detyrë, por puna jonë nuk ka ndryshuar, kemi po aq shumë punë. Sa më herët të konstitutohet kuvendi, duke zgjidhur me votim të fshehtë kryesinë e tij, aq më shpejt do të formohet edhe qeveria e re. Ne ndërkohë që nuk ka një qeveri të re, Kurti 3 mbetet qeveria në detyrë. Ky është realiteti dhe nuk kam se çfarë të shtoj, ka thënë kryeministri i Kosovës, zotin Albin Kurti.